këto janë, nëse referohemi dhe në numrave që ju prezantuan në lidhje me votuesit e regjistruar, vendet, qarqet, pashje ishin marrë sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sigurisht, burimi zyrtar është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Edhe përsa i përket afateve, janë afate të cilat në planin ton të punës rezultojnë ashtu sikurse janë pasqyruar nga ana juaj. Atëherë, e fillojmë me hartën me që në një farë mënyrë, në mënyrën se si ne i kemi grupuar, kuptojmë që pjesa më e madhe e dërgesave nga Shqipëria do të jenë drejt Europës dhe drejt Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse në total 99% e këtyre kërkesave vinë nga këto vende, që do të thotë zarfa do dërgohen në këto vende. E bën më të thjesht kjo procesin? Po, në fakt, procesi i dërgimit, fletëve të votimit, do t'jetë i grupuar në pikpamje të destinacionit pikërisht në këto dy territore. Pjesa më e madhe janë 89% që janë në Europë. Po, Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe kontinentet e tjera, që numri tyre është pak a shumë 1% ngelet për pjesën tjetër. Dhe koha e dërgimit edhe të mbritjes është e ndryshme vetëm për këto dy kategori. Pra, brenda Europës, thuajse për brenda 24 orëve ose 48 orëve maksimumi, mbrin dokumentacioni zgjedhor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tek çdo njëri prej shteteve përbërëse të kontinentit e Europës. Do me thënë, si pas logarive, këtu do të mbri për 24 orë. 24-28 orë maksimumi. 24-28 orë, këtu do të mbrin zarfat. Kjo vlen si për Italinë, Greqinë, Zvicrën, Gjermaninë, Danimarkën, Suedin, këdo vend të kontinentit evropian. E kuptoj. Përfshi dhe Britaninë e Madhe. Qartë. Ndërkohë për Kanadan dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa kohë do të marri sipas operatorit që ka marrë përsipër procesin? Të themi tek 3 midis 5 ditëve, 3 dhe 5 ditë. Nga 3 deri në 5 ditë për të shkuar